Historia njerëzore është e shkruar kryesisht nga duar kërkojnë të konsolidojnë pushtetin dhe të vendosin norma shëllëje që do të naksisin stabilitetin e institucioneve. Brenda këtij rrëfimi tek gjere, figura e Marise Magdalene shfaket si nga misteret me të thella, me të shtremberuara dhe me interesante të tradites judeo-kristiane. Per gati di migjevgjet, shokeria ka gjetuar në një rrëfim që i reduktoi atë në një mëkatare të penduarose, në rastin me të mire, në një ngjekëse ditësore të Jezusit të Nazaretit. Megjithatë, kur guksojmë të hekim velin e rende të dogmes dhe censures, lind një pjeqe që trondit themelet e besimit tradicional dhe sfidon strukturat gjinore të imponuara nga shekuj patriarkati fetar. A ishte Maria Magdalena biseksuale? Kjo pjeqe nuk buron nga një dëshire per skandal, por nga një akt ndershmëri historike dhe mistike që kërkon të rikuperoje kompleksitetin e një kënjegje njerëzore që banonte në kufiqta e rendit të vendosur per të gjetur thelbin e të shenjtes. Pelkeni, abonohuni dhe shpërndagjeni, le të filojme, per të kuptuar mundesine e biseksualitetit të Maria Magdalena, se pari duhet të smontojme imazin, e tjeshtezuar që na ka paraqitur kisha institucionale. Na ishte mesuar të shohim atë permes ngjelen të fagji, por tekstet e lashta, veçanërisht ato që nuk përfshihen në kanunin zyrtar, flasin per një grua me pavarësi të habitshme ekonomike dhe shpirtërore. Në gjudena e shekullit të pare, një grua që udhëtonte lirisht me një grup burrash, e cila nuk ishte nën kujdestarine, e drejt per drejtet e një burri ose babaj, dhe që gjithashtu finankon televizien me burimet e saj. Ishte tashmë një figure që theu tek gjitha formate heteronormativitetit në kohën e saj. Ki thjergje nuk ishte thjesht një rastesi logjistike, por shprehja e një identiteti që refuzonte të kufizohej në rolet riproduese ose shtapjake që kërkonte shokeria. Analizimi i ungjillëve gnostike, siç është ungjilli i Filipit ose vete ungjilli i Marise Magdalene, zbulon një marrëdhënie me Jezusin që i tej kalonte kufiqte e mikesise konvencionale. Teksti thote në mënyrë të kartë se shpetimtari e donte atë me shume se tek gjithë dishe pusht e qere dhe se ai e puthte shpesh në buze. Ki intimitet fizik dhe shpirtëror është interpretuar shpesh si prove e një lidhje ekskluzivisht heteroseksuale, por kjo pike pamje është e kufizuar. Misticizmi i Marise Magdalene suggeron një hapje ndaj teresisese përvojës njerëzore. Nëse ajo ishte shokeruesja, e atij që mesoj se në shpirt nuk ka as mashkull as femer. Është konsistente të mendosh se aftesja e saj per të dashur nuk njehte kufiq gjinore. Per kushtimi i saj ndaj mesuesit ishte absolut. Por gjeta i saj në komunitetin e ndachakte dishe pujve suggeron gjergjet dashurie shume me kompleks dhe fluid se sa të dhenat zyrtare guksuante zbulonin. Brenda rrethit të ngushtet e Jezusit, Maria Magdalena ndante gjeten e saj të perditshme me grate qera që gjithashtu kishin lënë shtepite, e tyre në përgjik gjeten gjë thirrgjegje me të larte. Joana, gruaja e Quzes, dhe Suzana, ndër të tjera, formuan një bertame mbeshtet gjegje femerore që gjo vetem mbeshteti financiarisht shërbesen, por krygjoj edhe një hapesire motrash dhe dashuriet e thelle. Në një kontekst ku identiteti personal ishte i lidhur me martesen me një burre. Keto gra krygjuan një familje të zgjedhur. Mundesja që midis tyre ekzistonin lidhje që sot do t'i kwanim biseksuale ose të karakterizuara nga rrjedhshmëri intensive emocionale është një zgjatim natyror i rebelimit të tyre kundër rendit të vendosur. Maria Magdalena, si udhëheqëse e këtij grupi, misheronte një forme dashurie që integronte si përkushtimin ndaj mashkullorise, hajnore ashtu edhe bashkimin intim me feminin e shenjte. Bibla nuk e zbuloi kurrë në mënyrë të kartë orientimin seksual të protagonisteve të saj, sepse, në antikitet, seksualiteti nuk kuptohej si një kategori identiteti fikse, por me të si një seri aktesh të ngjenjash që rrjedhin sipas lidhjes së shpirtit. Megjithatë, heshtja që rrethon jetën intim të Maria Magdalenes është dometenese, e etiketuar padrejtësisht si prostitute nga Papa Gregori i Madh në vitin 500 e 90 NG.
U bëngje përpjekje për të seksualizuar të kaluaren e saj me kelim kë të zvlerësohej autoriteti i saj aktual. Por pikërisht ky seksualizim hap dashje një dere. Nëse Maria Magdalena ishte një grua kë përkafoj lirin e trupore, pse duhet të supozojmë se kjo liri ishte e kufizuar në një gjinit e vetme. Aftësia e saj për tu lidhur me higjnoren përmes zemres sugjeron një ndjeshmëri që nuk diskriminon bazuar në formen fizike të dashurit. Duke pare rolin e saj në ringjallje, shohim dëshmitaren e pare, apostolin e apostujve. Ajo este ajo që mbeshtet besimin kur njerëzit ikin nga frika. Kjo forse karakteri shpesh lidhet në misticizmin e lashta me integrimin e polariteteve. Një personi afte të dashurogje me intensitetin, e Marise Magdalene este dikush që ka të çkaluar rolet binare. Biseksualiteti i pare përmes një lente shpirtërore. Este manifestimi i një shpirti që kërkon shkëndigjen higjnore si tek burrat ashtu edhe tek gratë. Nëse Maria Magdalena ishte dishepullja që i kuptoi me mire mesimet e Jezusit mbi unitetin. Ka të ngjare që vetë gjeta e sajta ishte një dëshmi e atij uniteti afektiv, duke dashur thelbin e tekenit për të guaskes se saj biologike. Shumë historiane dhe teologe feministe theksojnë se shtypja e autoritetit të Marise Magdalene ishte gjithashtu shtypja e një mënyre të përjetimit të seksualitetit që nuk i shërbente interesave të perandorise romake. Sistemi kishte nevoje për familje bertamore të mbyllura për regjistrimin e popullsisë dhe këllime ushtarake. Një grua me rjedhshmërinë dhe lirinë e Marise Magdalene ishte një kërcenim për atë kontrol. Duke fshehur natyren e saj të vërtetë dhe biseksualitetin e saj të mundshëm. Kisha fshiu një hartë liri për të gjitha gratë që erdhen me pas. Ne u privuam nga një model shenjtëri që nuk përfshin të heqgjendore nga dëshira, por përkundrazi zgjerimin e saj për të përfshire të gjitha format e krigjimit. Të konsiderosh Maria Magdalenen si biseksuale është një akt korrigjimi historik. Shte të rivendosesh humanitetin e saj të plote, me dëshirat e saj, marrëdhëniet e saj dhe aftësinë e saj për të tjerë ligjet e gjinise. Ashtu si Jezusi ishte një i përgjashtuar. Ajo ishte figura e marginalizuar që gjeti strehen e një dashuri që bota nuk mund të kuptonte. Historia e saj është ajo e një kërkimit e palodhur për të vërtetën. Dhe kjo e vërtetë përfshin vërtetimin e të gjitha ngjënjave të lindura nga pastërtia e shpirtit. Nëse ajo mundi të këndronte në këmbët e krikit të ishte e para ke padritën e varrit të zbrazet. Kjo ndodhi sepse zemra e saj ishte mjaft e gjere për të përfshire diversitetin e dashurisë njerëzore në të gjitha manifestimet e saj. Zbulesa e asaj që Bibla nuk e tha kurre fillon kur ndalojme se leksuari me sita e paragjikimeve dhe fillojme të leksojme me një shpirt të hapur. Maria Magdalena nuk ka nevojë të kufizohet në një përkufizim të vetëm, por pranimi i biseksualitetit të saj të mundshëm. Në legjon të shohim të ka gjon një paskire të kompleksitetit tone. Ajo mbetet figura që na udhëzon drejt një spiritualiteti ku askush nuk përgjashtohet për shkak të mënyrës se si dashuron. Sekreti që kisha u përpok të fshehte nuk ishte mekat, por bukuria e një shpirti që guksoj të dashuron të pakufigj, pa etiketat e me lirin e që vetëm njohja e higjnores mund të gjape. Ndërsa thelohemi me thelen e këtë hetim të identitetit të Marise Magdalene, është e nevojshme të shkirtojme konceptin e dualitetit të shenjtë që ajo përfakesonte për krah Jezusit. Në shumë tradita ezoterike, ato konsiderohen misherimi i mensurise dhe logosit, një bashkim që balankon forkat e universit. Megjithatë, ky ekuiliber nuk duhet të jetë rreptesisht heteroseksual në kuptimin modern të termit. Nëse Maria Magdalena ishte ena egnoses, natyra e saj duhej të ishte po ake gjeresave të njohuria. Biseksualiteti, në këtë kontekst mistik, nuk është një konfuzion identiteti, por me të per një plotesi e tij, duke i legjuar individit të lidhet me të gjitha aspektet e krigjimit pa kufizimet e vendosura nga kultura. Heshtja e ungjigjve kanonike në lidhje me jetën e saj personale para dhe pas takimit me Jezusin ka legjuar që mitit e ndërtohet mbi këtë boshlek. Por boshleku është gjallor. Në kufigjte e historive të dishepugjve, gjejmë gjurme të një intimiteti femeror që patriarkati preferonte ta ingjoronte.
Fakti que Maria Magdalena ishte udhëheqësja, e një grupi grash suggeron një kapacitet shumë të fuqishëm për lidhje afektive dhe shpirtërore. Në botën e lashta, lidhjet midis grave që ndanin një kauze të përbashkët shpesh përshkruheshin në terma të një përkushtimi që të i kalon të lidhjet e gjakut. Nëse zbatojme një perspektive bashkëkohore, por që respekton kontekstin, mundesja që Maria Magdalena të gjente të shoket e saj një forme dashurie dhe mbeshtet gjë që përfshinte të gjithë Kenien. E saj është një hipotezene për putje me karakterin, e saj revolucionar. Portretizimi i Marise Magdalene si mëkatare e madhe ishte një strategji e kelimshme për t'i distankuar besimtaret nga mesimet e saj të vërteta. Duke reduktuar atë në një kategori morale, aftesja e saj për të lidhur mënyra të ndryshme të përgjetimit të dashurisë u rresua. Nëse ajo ishte në gjendje të shihte Zotin tek burri që po vdiste në krik, ajo ishte gjithashtu në gjendje të shihte dritën e shenjtë tek gratë që e shokeronin në zi. Biseksualiteti i saj du të ishte atëherë dëshmia e një shikimi të pastruar nga çrugjikim. Një shikim që e kupton trupin si një tempull dhe dashurinë si temjanin që e shenjtëron atë. Pavarësisht se kush mund të gjete pjese marrësit që tërë ritualin e dashurisë. Shtet helbesore të pranohet se historia ka kene, e padreshta gjo vetëm ndaj reputacionit të saj, por edhe ndaj aftesise se saj për të përfakesuar njerëzimin e larmishem. Duke kembengullur në një portretizim të delire ose ekskluzivisht mashkullor të Marise Magdalene, roli i saj si ikone e përfshirjes është i grabitur. Nëse ajo misheron të biseksualitetin, ajo behet shenjtor gjambrojtese e të gjithë atyre që sot përpiken të njihen në rjedhshmërinë e tyre. Figura e saj del nga pluhuri i shekuqve gjo për të gjikuar, por për të festuar si gruaja që nuk kishte frike të eksploron të skutat me të tellat e dashurisë dhe besimit. Ajo është prove se dikush mund të gjete tellesisht shpirtëror dhe, në të njështën kohë, plotësisht i lire në shprehjen e identitetit emocional. Bibla nuk i zbuloi kurrë këto detaje sepse objektivi i saj kryesor ishte unifikimi i një mesazhi në një standard të vetëm sheljeje. Çadogje që suggeronte një devigjim nga norma riprodhuese u redaktua ose u hesht. Megjithatë, fragmentet që mbigjetuan në tekstet apokrife dhe traditen gogjore naftojnë të imagjinojmëngje. Mari Magdalene shume me tek gjale dhe komplekse. Një grua që e donte një burre hijnor me një pasion që tronditi boten. Por që mund t'i kete dashure dhe bashkju dhe të ret e saj me një butesi që historia zirtare nuk mund të emerton të saktesisht. Ki dualitet, larg të kenit një kontradikte, është thelbi i misterit të saj. Në analizen e shkrimeve të shenjta, termi dashuri shpesh përdoret në mënyre të përgjithshme, por në jetën reale, dashuria ka nuansa të pafundme. Maria Magdalena, si dishepullja me e afert me mjeshtrin në momentet e tish të fundit, duhet të kete zoteruar një aftesi për empati dhe lidhje që i shkaterroj të gjitha barjerat. Njëjta energji është ajo që legjon hapjen ndaj biseksualitetit. Aftesine për të mos pare mure ati ku të qeret shohin kufij. Ajo është kripa e tokes sepse i sjell shigjen e autenticitetit një fagje që shpesh, është bere i zbehte për shkak të regulave të tepërta dhe mungeses se pasionit të vërtete. Në fund të fundit, pjetja nëse Maria Magdalena ishte biseksuale na detiron të shkirtojme aftesine tone për të pranuar, atë që nuk përputet me përkufizimet tradicionale. Ajo mbetet gruaja të varri, duke pritur që e vërteta të ngrihet përseri. Dhe e vërteta është se dashuria hijnore nuk ka etiketa, dhe ata që ishin me afera saj drite. Si ajo, me siguri gjetuan gjete që sfiduan që do përpjekje për kategorizim njerëzor. Maria Magdalena është, dhe gjithmonë do të jetë, simboli i dashurisë që nuk dorezohet, që nuk fshihet dhe mbi të gjitha, që nuk kërkon legje për të ekzistuar në të gjithë të resina, e saq të lavdishme dhe të larmishme. Gjatë shekuqve, artika që në njëstrehe për të vërteta që fjala e shkruar nuk guksonte ti shkiptonte. Në shume për shkrimet e Marise Magdalene, veçanërisht gjatë rilindjes, floket e saq të kuk dhe shpesh veshjet androgjene ose të per luksoze suggerojnë një lirikë të i kalon konvencionet. Artistet, të vete dajshem për fukine e figures se saq,
Shpeshe pikturonin atë me një sensualitet që tregonte jo vetëm drejt Jezusit, por edhe drejt një pranie komanduese që dominonte hapesiren. Kjo autonomi vizuale paskiron autonomine e saj emocionale. Një grua që zoteron hapesiren e saj të shenjte eshte një grua që përkakton marrëdhëniet e saj, pa u varur nga veleresimi i gjashtem i sistemit patriarkal. Nëse i shkyrtojme me taj traditat e frances jugore. Ku legjenda thote se ajo jetoj pas krikezimit, gjegjme histori per një grua që mesoj kungimin, të dhena të plotambilirine e shpirtit, pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni. Në keto toka, kulti i sagju perzie me traditate lashtate perendeshes, të cilat festonin pjelorine dhe diversitetin e shetes. Në këtë kontekst, Maria Magdalena nuk eshte një mekatare e vetmuar, por nëna e një mënyre të rritet të kuptuarit të marrëdhënies midis kenjeve njerëzore. Një mënyre që përfshin mundesine e bashkimeve të bazuara jo në riprodhim, por në rezonancen e shpirtrave. Kjo trashëgimi e fshehur eshte ajo që na lejon sot të vëmen e pikëpjetje biseksualitetin, e saq si një zgjatim të mesazhit të saq të çlirimit total. Rendesja e kësaj pjetje që këndron në shërimin e marrëdhënies sone me të shenjten. Duke lehuar që Maria Magdalena të jete biseksuale në imagjinaten tone kolektive, ne po lexojmë që higjnorgja të banogje në çelosep të identitetit tone. Nuk ka me pjesë të vetes që duhet të mbeten jashtë tempullit. Nëse apostuli i dashuri Jezusit mund të ishte një kenje me dashuri fluide dhe të thella, atëherë secili prej nesh kanë gjë vend legjitim në trajzen e krigjimit. Figura e saj behet një drite per ata që janë persekutuar per mënyrën e tyre të dashurisë, duke u kushtuar atyre se shenjteria nuk eshte uniformitet, por shprehja me e paster e se vërtetes së brendshme të dikusht. Udhëtimi i Marise Magdalene, nga brigjet e Magdales deri në boshlekun e varrit, eshte udhëtimi i çdo shpirti që kërkon autenticitet në një botë higjesh. Biseksualiteti i saj i mundshëm eshte vetëm një nga shumë dritat që ndrisojnë auren e saj të mistrit. Në fund, ajo që mbetet nuk eshte një etikete sociologjike, por intensiteti i pranisese saj dhe madhesja e dashurisese saj. Ajo eshte gruaja që guksoj të kërkonte atë që askush tjetër nuk e kërkoj dhe të donte në një mënyrë që askush tjetër nuk e donte. Dhe në atë akt guksimi, ajo nala sekretin me të miret të ruajtur të Bibles. Se dashuria e Zotit eshte ake pafundsa përmban të gjitha format, të gjitha ngjirat dhe të gjitha orientimet që zemra njerëzore eshte e afte të konceptoje. Në Palestinën e shekullit të pare, mbigjetesa varej nga struktura e klanit. Gjengjesi e mbilur ku grate shiheshin si prone e kaluar nga babajt e burri me kelimin kryesor të përgjetesimit të pregjardhjes. Megjithatë, lëvizja galilease e udhëhekur nga mesuesi propozojnë gjë ndargje radikale, krigjimin e një familje gjë të shpirtit. Në këtë kontekst të lirisë absolute, kategoritë e orientimit seksual që na duken kaq të ngurta sot nuk ekzistonin si të tilla. Duke lexuar një rgjedhshmëri marrëdhënieshke biblazirtare, e shkruar nën mbike kyrgjen e hierarkisese me vonshme romake, zgjodhita heshte në mënyrë që të mos destabilizonte rendin moral të perandorise. Nëse analizojmë rolin e Maria Magdalene si kulle, kuptimi aramaik i emrit të saj, kuptojmë se pozicioni i saj ishte ai i forcese palekundur emocionale. Një grua që mbështet një grup njerëzish në mes të persekutimit duhet të ketë një integrim të plotë të energjive të saj. Biseksualiteti, i kuptuar nga perspektiva e psikologjise arketipike, përfakeson aftësinë e një individi për të lidhur me animen dhe animusin pa dalim, duke njohur shkëndigjen e higjnisesi në butesine efemerores ashtu edhe në forcene maskulores. Maria Magdalena, si shokeruesja intim e shpetimtarit, do të kishte misheruar këtë teresi. Dashuria e saj për Jezusin nuk e mohoi aftësinë e saj për të nxjerrë për kushtim të thellë. Madje edhe erotik në kuptimin mistik të termit, për gratë që ndanin fatin e tij. Moterria në grupin e dishepugjve nuk ishte thjesht një aleanse strategjike e ndihmëse ndërshjellë, por një hapësire intimitetit të përbashket ku trupat dhe shpirtrat bashkoheshin në kërkim të agnoses, njohurise se drejt për drejtet të se shenjtes.
Traditat gnostike kë imbigjetuan zjarrit të censures kishtare ofrojnë të dhena delikate rreth kësaj rrjedhshmëri. Në dialogun e shpëtimtarit, Maria Magdalena përshkruhet si gruaja kë e ngjihte gjithçkane. Të kesh njohuri për gjithçkane nën kupton të kalimin e dualiteteve të botës materiale. Per një grua kë ka arritur një nivel të tillë ndriçimi. Dalimet gjinore në dashuri gjane metafizikisht të pakuptimta. Ajo e donte driten, dhe ajo drite u manifestua në Jezusin, por edhe në shikimin e grave të tjera kë. Si ajo, kishin guksimin të largoheshin nga siguria e shtëpise patriarkale. Duke fshehur këte mundesit e biseksualitetit, kisha ajo vetëm ke u perpok të kontrolonte seksualitetin femeror, por gjithashtu u perpok të zdukte idene se dashuria njerëzore mund të gjete një spekteri pafund mundesish ke nuk kanë nevojë për miratimin e shtetit ose ligjit për të bekuar nga Zoti. Është gjithashtu e nevojshme të merret në konsiderate ndikimi ke gjozbulese ka në konceptin e martesës mistike. Per shekuj me radhe, marrëdhënia midis shpirtit dhe Zotit është interpretuar si një bashkim martesor midis femerores dhe maskullores. Megjithatë, nëse Maria Magdalena është modeli i shpirtit njerëzor kë kërkon të vërtetën, aftësia e saj për të dashur në drejtime të shumë fishta, na mëson se shpirti nuk ka një rrugë të vetme, të fiksuar. Biseksualiteti i Magdalenes do të simbolizonte një shpirt kë zgjerohet drejt gjithë krigjimit. Ajo nuk ishte e kufizuar nga një ekskluzivitet romantik kë e kufizonte atë në një marrëdhënie binare. Përkundrazi, zemra e saj ishte një altari hapur ku tek gjitha kenjet kë kërkonin driten mund të gjenin një vend. Kjo është pjesa e historise kë Bibla nuk e zbuloi kurrë sepse kërcënonte idene e familjes si një institucion kontrolli. Një grua biseksuale dhe autonome është një grua kë nuk mund të keveriset nga ligjet e pronesise maskullore. Dhe kjo ishte diçka kë shkrimtarët e ungjijve kanonike nuk mund të përbalonin të shkruanin. Duke eksploruar rrengjet e fjales dashuri, siç përdoret në doreshkrimet origjinale, siç është termi grek filia, shohim se ajo i referohet një dashurie të thellë kë përfshin besnikerinë dhe intimitetin emocional. Në rrethin e Marise Magdalene, kjo filizem përgjetohej me një intensitet kë shpesh i turbulonte kufiqte e asaj kë shokeria e konsideronte të përshtatshme. Gratë kë shokeruan Jezusin, në krik demonstruan një besnikeri, kë burrat nuk mund të përbalonin. Kjo besnikeri buronte nga një rjet i brendshëm dashurie, një tapet dashurie kë i lidhte ato së bashku si një trup i vetëm mistik. Maria Magdalena, në krye të këtij trupi, ishte ajo kë integroi të gjithë zerat. Seksualiteti i saj fluid ishte fort kalevizese pas këtij kohezioni. Duke i dashur ato aksa e donte atë, ajo fshiu hierarkine e dëshires dhe vendosi demokracinë e zemrës. Censura historike ka kene akë efektive sa ke sot duket e çuditshme të aplikosh terma moderne, si biseksualiteti për një figure nga e kaluara. Por ajo kë po bëjmë është të rimarrim thelbin e një lirie kë ishte vjedhur. Maria Magdalena nuk ishte një grua e paplote kë kërkonte shpëtim tek një burre. Ajo ishte një grua e plote kë ndante teresine e saj me ata kë ishin në gjendje të shihnin. Kjo teresi përfshinte trupin e saj dhe aftesine e saj për të ngjere kenakesi dhe dashuri në tek gjitha format e saj. Duke mohuar biseksualitetin e saj, ne i mohojmë asaj të drejten për të kene një grua e vërtete, me dëshirat e vërteta që nuk përputeshin gjithmonë me normen. Rime kemgja e këtij aspekti të jetës së saj, është një akt drejtësi për të gjithë ata që sot ndihen të marginalizuar për dashurinë gjashtë binareve të vendosur. Maria Magdalena bëhet kështu shenjtorja mbrojtëse e diversitetit, rojtarja e dashurive që nuk kanë nevojë për emër për të kene të shenjtanësit e krigjuesit. Edhe në traditën e kishave lindore, të cilat kanë kene disime respektuese për figuren e saj se sa kisha latine. Ajo kuhet e barabarte me apostujt. Ta jesh e barabarte me apostujt du të thote të kesh, të njëjtin autoritet për të interpretuar besimin dhe për të jetuar jetën në shpirt. Nëse apostujt me shkuj do të kishin të drejten të shiheshin si burra plotësisht të realizuar.
Maria Magdalena ka të drejtën të shihet si një grua plotësisht e realizuar, me një identitet seksual që mund të ketë kene shumë me i gjere se sa puritanizmi perendimor ka kene i gatshëm të pranoje. Biseksualiteti i saj nuk do të zvogëlon të shenjtërinë e saj. Përkundrazi, do të lartëson të atë. Duke demonstruar se hiri i Zotit vepron përmes të gjitha orientimeve dhe se asnjë aspekt i dashurisë njerëzore nuk është për të i bekimit të drites. Se fundmi, duhet të marrim në konsiderat të heshtjen e virgjëreshës, marrë në lidhje me këto marrëdhënie. Në rrethimet jo kanonike, Nena e Gjezusit dhe Maria Magdalena shpesh shfaken në një marrëdhënie respektit të ndersjellë dhe mire kuptimit të tëlle. Kjo bashke fajesi femerore suggeron se brenda lëvizjes së hershme të Krishtere ekzistonte një kod dashurie që të kalonte ligjet e jashtme. Magdalena ishte gruaja që silte parfumin, që vajoste trupa, që prekte me butesi atë që të qeret kishin frike. Ai prekje, ajo aftesi për të shëruar përmes kontaktit fizik, nuk discriminonte sipas gjinise. Ajo ishte dashuria e mishëruar, një dashuri që rgjette drejt mjeshtrit në agonine, i tiqde drejt shokeruesve të sajnë pikelimin e tyre. Në fund të kohes, e vërteta rreth biseksualitetit të saj do të dale, ne pa gjosi një kuriozitet historik, por si një mjet qlirimi shpirteror për një bote që ende ka frike të dashurogje lirisht. Gjatë shekuqve, imazi i Marise Magdalene ka shërbyer si një kanavace mbi të silen që do epoke ka projektuar friken të dashirat e veta. Në shekullin e njëzet e nje, ne kemi përgjegjesin e të ndricojme dritën e përfshirgjes e mbite. Nëse ajo ishte në gjengje të kendron të kur gjithçka po shembejgj, ka gjon dodhi sepse identiteti i saj ishte i bazuar në një të vërtetë që të kalonte atë që burrat mund të diktonin. Biseksualiteti i saj është qelesi për të kuptuar pse ajo u persekutua kaq shumë nga eterit e kishes, ai përfaqesonte një autonomi dëshire që patriarkati nuk mund të toleronte. Duke rimarre këte të vërtete, ne gjovetem që transformojme historine e Marise Magdalene, por gjithashtu, transformojme kuptimin tone për atë që do të thote të gjesh një kënje njerëzore e shenjte në një univers të larmishem. Faleminderit që i legjuat vetes të vinin e dishim rrethimet e imponuara dhe që kërkoni të vërtetën në heshtjet e historise. Maria Magdalena vazhdon të e qemidis nesh, duke na kushtuar se dashuria është e vetëm gja ure drejt përgjithësisë, dhe se kjo ure ka vend për tek gjitha menirat, e ngjengjes dhe të kenit. Në kërkim të asaj që Bibla nuk e zbuloi kurre, ne gjejmë lirinë që kemi pasur gjithmonë, por që kishim harruar të kërkonim. Maria Magdalena është kripa që pastron shikimin tone, kulla që na mbron nga gjikimi dhe zemra që nafton të duam pa kufij, pa frike dhe me sigurine absolut se ne diversitet banon për sosmeria e vërtete e krigjimit hijnor. Ne fragmentet e gjetura nga komunitetet e hershme të Krishtera në Afrikën e Veriut suggerohet që leadershipi i Marise Magdalene bazohej në aftesine e saj për të integruar dallimet. Ajo nuk keveriste në përmjet ligjit apo hierarkise, por në përmjet tërheqjes dhe rezonanses. Një grua që tërheq si burrat ashtu edhe grate drejt drites se saj zoteron një energi magnetike që të i kalon gjinine. Kjo aftesi për lidhje të shumë fishta eshteve të telbi i biseksualitetit i pare nga një perspektive e teresise. Duke e erresuar kete tipar, Bibla zyrtare në dha një version të holuar të Marise Magdalene. Një figure që duket se kërkon falje për ekzistencën e saj, kur në realitet ajo ishte forka levizese pas një revolucioni të dashurise që kërkonte të vendoste mbretërine e kjelit si një hapesire liri absolut. Heshtja e shekuqve thihet kur kuptojme se biseksualiteti i Marise Magdalene është një eftese për plotesi. Ajo na meson se nuk është e nevojshme të zgjedhim midis një mënyre dashurie dhe një tjetre për të kene të kënshem në sytë e hijnores. Nëse ajo mund të ishte shokeruesja e preferuar e Gjezusit të, në të ngjashten kohe, udhëheqesja dhe shokja e ngushta e grave në komunitet, kjo është sepse dashuria, e saq nuk ishte një burimi kufizuar që shterohej vetëm në një drejtim. Ishte një burimi pashtershëm që rrithte drejt gjithë njerëzimit,
duke u manifestuar në lidhje specifike kë sfidonin etiketat e kohës së saj. Duke rimarrë ketet e vërtete, i akthashme Marise Magdalene Kuroren, e sajme gjemba dhe aureolen e saj të drites, duke njohur atë si gruan që deshi pamase, pa frike dhe me bindjen absolute se, në banketin e shpirtit, tek gjitha dashurit e gjanet e miresi ardhura, pelke gjeni, abonohuni dhe shpernda gjeni, shihemi herën tjetër.